Dhe më keni si ropë të shpis. Edhe këto dit dhe 11 maj bëni kujdes kur të hapni frigoriferin se mos ju dalë edhe në frigorifer. Por dua që të gjithë ta kuptojnë të gjë. Ne duhet i dalim borxhit çdo kujt. Që çdo gjë tjetër të vi zarfi me votën brenda dhe ta hapësh zarfi, të ulesh aty dhe pastaj të vësh votën dhe pastaj ta mbyllësh dhe të marrësh rrugën për ta çuar ke posta dhe ta bësh gjithë të mundim për ta hedhur votën në një knet dhe Shqipëri është vërtet turp. Pastaj janë edhe ca të tjerë që vinë vërdallë dhe këtu në për Itali. Ne jemi forcë e re, kanë dhe ca emra, jo bëhet, jo s'bëhet, jo mundet, jo s'mundet, jo bashk, jo veç, gjoni këtu. Ato të re kanë vetëm fytyrën dhe moshën e kryetarëve të tyre. As gjë të re tjetër s'kan. Kanë mbushur listat e mbyllura me farefis, se thonë me demek, s'kemi besim ke tjerët, prandaj po vëm krushit, po vëm vjerrin, po vëm bajanakët e qatë gjejmë aty. Edhe ju premtojnë qiqra në hellë. Se dihet kush nuk ka gjë në dorë mund të të premtoj të të fali edhe gjithë Milano. Por të qosh votën dhe për ata është ta qosh dëm. Ne na duhet të bëhemi një. Ne na duhet të bëhemi tamam si gishtat e kësaj dore dhe ne na duhet që ta vendosim vetë fatin Europian Shqipërisë, që mos harroni pikërisht në javën e fitores tonë, në 11 maj, të gjithë ne do votojmë dhe po atë javë, në 16 maj, e gjithë Europa, jo Bashkimi Europian, gjithë Europa, nga Londra në Ankara, nga Bakuja në Lisbon, nga Stockholmi në Athinë, nga Parisi në Kiev, do të zbres në sheshin Skënderbej, të gjithë udhëheqësit e kontinentit.